Ndërsa ishte me pushime në Barcelonë, një vajzë e re po pozonte para Sagrada Familias me baban e saj për një foto, duke shpresuar të kapti një moment të bukur familjar. Por më vonë, pasi pa foton, ai vuri re diçka tronditëse që i ndryshoi jetën për gjithmonë. Të dashur shikues, shkruani ku po e ndiqni tani dhe nëse ju pëlqen kjo histori, mos harroni të abonoheni. Ajri freskët i mëngjesit në Barcelonë më kujtoi aromën e detit. Temperatura ishte e këndshme dhe Clara Myers, një studente 18 vjeçare nga Kanadaja, po e shionte shëtitjen. Ishte vizita e saj e parë në Spanjë dhe syt i çudetishin nga admirimi ndërsa ecte krah për krah me baban e saj, Richard Myers. Ata sapo kishin mbaruar shëtitjen e tyre të mëngjesit dhe po ktheheshin në hotel. Babi, duhet t'i bëjmë këto udhëtime më shpesh, i tha ajo. Richard qeshi, e dashur, kemi shpenzuar pothuajse të gjitha kursimet tona për këtë pushim. Nëse do të shkosh sërish, do të duhet ta heqësh dorë nga blerjet e tua online, ngacmoi ai. Clara qeshi. Sabrina nëna e saj i takoi në hyrje të hotelit dhe gjithë familja ul për mëngjes, duke diskutuar planet për ditën. Kur arritën te Sagrada Familia, Clara u tërhoq nga një fotograf rruge me një kabinë fotografike moderne. Buri, duke dëgjuar të folurën e tyre, u sugjeroi me buzëqeshje të bënin një foto dhe të printonin atë në një sipërfaqe magnetike. Babi, të lutem, ju lut Clara. Richard era dakord. Ata qëndruan te gardhi me pamje nga katedralja. Kabina fotografike e printoi foton në pak sekonda. Richardi pa foton dhe futi shpejt në xhep. A mund ta shoh? Pyeti Clara. Në shtëpi, u përgjigj shkurt. Kur u kthye në hotel, Clara ishte zhytur në redaktimin e versionit digjital të fotos në telefonin e saj. Duke zmadhuar imazhin, ajo vuri re një kosh plekrash në sfond me një fletushkë fëmije të zhdukur të ngjitur në të. Kishte një vajzë të vogël në foto. Fytyra i dukej çuditërisht e njohur Clarës. Në fillim mendoi se ishte thjesht një rastësi, por më pas ajo zmadhoi, mprehu imazhin dhe për një sekond ju duk se po shikte veten si fëmijë. Më vonë, kur Richardi doli për të nxjerrë plekrat, Clara dhe nëna e saj Sabrina shkuan për shëtitje dhe i gjetën veten sërish te katedralja. Aty e gjetën Richardin duke hequr pikërisht atë fletushkë nga koshi i plekrave. Clara pyeti nëse po e bënte këtë. Richardi e tulli kokën, duke thënë se nuk donte që ajo të mërzitej. Dyshimet u shtuan kur Richardi refuzoi t'i tregonte Clarës fotot e fëmijërisë, duke përmendur faktin se ato kishin mbetur në kompjuterin e shtëpisë. Sabrina e mbështeti, por dukej sikur po përsëriste fjalët e mësuara përmendesh. Në mbrëmje, kur Clara u përpoq të bënte më shumë pyetje, të dy prindërit u bën të irrituar dhe ndërpren shpejt bisedën. Kulmi erdhi kur Clara pasërish gruan që po postonte fletushkën me foton e vajzës së zhdukur, pikërisht jashtë ndërtesës së tyre. Duke ju afruar asaj dhe duke shprehur ngushëllime, Clara pa një njohje në sytë e saj. Gruaja ishte e tronditur. Clara u tërhoq menjëherë nga prindërit e saj dhe u fut zvar në hotel. E gjithë sjellja e Richardit dhe Sabrinës u bë kërcënuese. Në shtëpi, duke kontrolluar fshohurazi xhaketën e babait të saj, Clara gjeti atë fletushkë dhe foto. Ajo i fotografoi dhe duke dëgjuar bisedën anksioze të prindërve të saj në dhomën e gjumit, dëgjoi të vërtetën. Ajo ishte rrëmbyer 15 vjet më parë. Emri i saj vërtet ishte Sofia Hartman. Richard dhe Sabrina nuk ishin prindërit e saj të vërtet. Një stuhi shpërtheu. Richardi e mbylli Clarën në banjë pasi e goditi. Sabrina u trondit nga ajo që po ndodhte. Goditi burin e saj me një tigan të rëndë. Liroi Clarën dhe i tha të shkonte në polici. Ajo vrapoi nëpër qytetin në mbrëmjes, duke shtrënguar një fletushkë dhe një fotografi në duar, sikur të ishin çelësat e së kaluarës së saj. Clara vrapoi drejt stacionit më të afërt dhe tregoi historinë e saj. Policia kontaktoi prindërit e saj të vërtet, Eleonora dhe Victor Hartman. Ribashkimi ishte emocionues. Kur i pa për herë të parë, fytyrat e tyre ishin të mbuluara me lot. Nëna e saj nuk e lëshonte. Babai fliste me vështirësi për shkak të emocioneve dërmuese. Rezultatet e ADN-s konfirmuan të vërtetën, por edhe pa to nuk kishte më dyshyme. Clara duhet të përballonte traumën, të kuptonte kush ishte ajo me të vërtet dhe të fillonte një jetë të re.
Personaliteti i saj i rrem u shkatua, por në vend të tij filloi të rritej një i vërtet, me mundësi të reja, të vërtetën dhe një familje të vërtetë. Ata qëndruan në Barcelonë edhe për një javë. Eleonora dhe Victoria morën me qira një apartament afër stacionit të policisë dhe kalonin çdo ditë me Klarën. Ajo bante pyetje, të cilave ata ju përgjigjenin me përmbajtje, me dhimbje, por me sinqeritet. Për vitet e saj të hershme, se si nuk u dorëzuan dhe vazhduan të kërkonin, pavarësisht se të gjithë u thoshin të ndalonin. Policia arrestoi Richardin dhe Sabrinën. Ata u akuzuan për një sër veprash, duke përfshirë rrëmbimin e një të miture, falsifikimin e të dhënave të identitetit dhe sulm. Ndalimi i tyre u bë pa rezistencë, por Richardi ruajti një heshtje të zymt, ndërsa Sabrina dukej e shkatruar emocionalisht. Që të nesërmen Sabrina pranoi të bashkëpunonte me hetimin dhe dhanë dëshmi të detajuara. Ajo tregoi se si vite më parë në Munich pa një vajzë 3 vjeçare duke luajtur në një park, ndërsa prindrit e saj po flisnin me turist. Në ato moment Sabrina dukej se ishte nën hipnoz. Ajo ju afrua vajzës, foli me të dhe më pas e largoi shpejt nga aty ku Richardi po e priste. Gjithçka ndodhi as shpejt sa askush nuk pati kohë të kuptonte asgjë. Disa orë më vonë, ata tashmë po kalonin kufirin me një makinë me qira, duke përdorur dokumente të rreme në emër të vajzës. Hetimi vlerësoi gatishmërinë e Sabrinës për të thënë të gjithë të vërtetën. Avokati i saj paraqiti një kërkesë për uljen e dënimit, duke përmendur pendimin dhe ndihmën ndaj hetimit. Megjithatë, prokurorët tekstuan se veprimet e saj aquan në trauma psikologjike për fëmijën, ndryshuan jetën e një familjeje të tërë dhe nuk mund të justifikoheshin thjesht duke pranuar fajin. Gjykimi premtonte të ishte kompleks dhe fati i çiftit do të vendosej në muajt e ardhshëm. Klara qëndronte në pragun e një jete të re, duke ndjerë ende dhimbje të brendshme dhe konfuzion. Por kishte një rrugë përpara, plot me gjemba, konfuze, plot pyetje, por tani ishte e saja. Dhe çdo hap përpara ishte një hap drejt rikthimit të vetvetes. Ajo u regjistrua te një psikolog, filloi të mbante një ditar, mblodhi fotografitë e fëmirisë së gjetura tek prindërit e saj të vërtet dhe ngadalë cop rindërtoi personalitetin e saj. Kur pushimet e saj në Barcelonë mbaruan, ajo vendosi të kaloj pak më shumë kohë në Evropë me prindërit e saj të vërtet. Ata shkuan në Gjermani dhe vizituan gjyshen e saj. Aty, e rrethuar nga familja e saj, Klara ndjeu për herë të parë se ishte vërtet në shtëpi. Të dashur shikues, çfarë mendoni për këtë histori? Ju lutemi na tregoni në komente dhe nëse ju pëlqeu kjo video, atëherë bëheni like dhe abonoheni në kanalin ton. Ju faleminderit.